Zonja e zotri, Centauri i ri, libri i fundit i profesor Mojkom Zeqos. Besoj se do ta gjeni në gjitha libraritë. Ishim sonte, kisha kënaqësinë që të isha të ndanim bashkë me ju këtë bisedë të ëndshme me profesor Mojkom Zeqon. Imagjinoni ata qindra mira njerëz që në jetën e tyre kanë lënë të paktën një takim te Kali i Skenderbeut. Imagjino kur do të marrin vesh që Kali ka ikë prej atje Bruno. Ose që kanë rrugë drejtim. Gazetarja jon Entela Trimi ka folur me ta. Dhe tani do të marrin vesh se ç'mund mund të bëjnë tjerë anasit nëse janë ndron drejtimin Kali. Për shembull të kthejmë kokën mbrapa kështu. Le të shohim. Kam vendosur që me qenë se Kali i Skënderbeut shef nga fush Kruja, ta ndryshojnë dhe ta çojnë me pamje nga Kruja. Gratë të fut zoti Sal, ja bin rroft zoti Sal, zotë e pop zotin 100 vjeçare. Unë them të shikoj këtej, të drejtim. Këtej nga është? Nga është, ka dhe lezetin, se shikon edhe ndi ato grupin atje luftet qeshte. Muzeu? Muzeu ka me lezetin dhe të hotelin. 15 kallë, nuk është kjo. Mos gabojmë. Edhe në ajo me pëlqen më shumë. Mirë, shumë mirë për mu. Ta ndryshojnë? Po, për mu të ndryshojnë. A ndryshaja, ka koja, do tjetë unë për balë, o maj do djatë, aja bishja nga jugu, koka është nga veriu. Po thoshë me qenë se ka pamje nga fush Kruja, ta kthejnë me pamje këtej nga Kruja. Po, jam dakord unë. Jam pesë i dakord. Po të ndryshojnë gjëra të tjera lojë Skënderbeu, se Skënderbeu është shumë mirë, por të ndryshojnë gjëra të tjera. I bie po ja se këtej nga ishit ju si ishit i ulur dhe mirë, se i bie që ju ishit ulur poshtë bishtit të Kalit, tani bie do jeni të ulur poshtë kokës. Unë do më thëmë isha duke ndruar pozicion, ja dhe këtej në pozicion tjetër, po e se vendcoja. Thon, nga ka bishtin duhet kishte kokën, edhe nga ka kokën të ketë bishtin. Po. Ne jemi shumë dakord, të shikoj gjithë sa ma shpërqenë, si ne është një figurë e lartë. Pra, nga ka bishtin të çojnë kokën dhe nga ka kokën të sjellin bishtin. Po bulevardi kryesor kjo do tjetë edhe pse të ndryshoj. Bulevard është, vazhdon dhe ndaj bulevardi. Po s'ka si e votullohet si mas dëshirës të njerëzve, unë kështu mendoj. Mirë është Kali i Skënderbeut. Neve, si që kemi vend, kështu e duam. Po jo, me qartë të ndryshojnë. Qartë të ndryshojnë mirë është. E njëta gjë është si kështu se mos. Po diskutojmë për zhvendosjen e Kalit të Skënderbeut, këtej nga ka kokën t'i kthejmë bishtin tani. Qapsh motrën, ama se jemi shumë. Si ju duke? Ta nga dullet ta çojnë në shtëpi që na duhet ne me Kalin. Ne kena probleme tjera ekonomike, po mbimen për Skënderbeun. Me ja kthe fytyrën në Skënderbeut nga universiteti? Po. E për çfarë arsye, pse mos jetë edhe me këtë rast ai Kali në Kruj dhe shef dhe Krujit? Shumë mirë. Po pse mendoni se është mirë që të shofi andej? Po ne nuk do mendojmë si mendoni ju. E mira është kështu. Që të shofi andej nga sheshë? Po, andej nga duhet. Andej kam vendosur. Andej duhet. Andej duhet, andej kam vendosur. Ju e kam vendosur këtej këta. Po andej nga thuat ti, nga është vendosur është në rregull. Këtej nga thoni ju nuk është mirë. Ka arkitekt për atë punës, më vesh. Qa thëm? Po pse me lujt Skënderbeun e shket mirë është aty më? Gjithë jetën ka qenë Skënderbeun në vend. Nuk i rregulloi gjërat besoj Skënderbeun. Njësoj si nga dy karat njësoj, si anek ne njësoj. Kanë menduar të ndryshojnë pozicionin e Skënderbeut. Shef këtej nga stacioni trenit, ta kthejnë të shofi andej nga sheshi Nën Tereza. Si ju duket? Së më duket mirë ajo punë. Pse? Po ma mirë mirë. Ajo duket mrap që vuj herë, kur vuj atë me qitë skartë ata si vuj atë. Që ta kthejnë, për çfarë që me kthejnë? Po thonë këtej shef nga fush Kruja andej të shofi nga Kruja, thonë. Ku në fush Kruja? Ku në Kruja? Kruja është këtej, thonë, ndërsa Kruja është andej. Pse Kruja kënej është? Po. E kanë thënë politikanët në parlament. E kanë Kruja kënej kanë thënë, te Albasonit, du me që ka gromsh, andej. Po. Ata monin, pa dhe shëshu ta monin, aty e kanë. Të mbëllë dhe gjeme, mirë është kështu, ka kaq vite kështu. Po e kanë diskutuar në parlament.
Ata s'kan punë tjetër. Si që kena pa gjithmonë. Si që kemi Si që kena pa ta pëlqej më shumë. Po juve, hajde këtu, pse ike? Po e shikon. Si, këte ja pa ndej? Po kënej nga që ka pas më lidhje me Skënderbeun, si thosh, ka pas me Krujën, e kupta. Me Krujën. Dhe ishte Po jo na në thani që është andej Kruja, pra se ne thoshim Po këtë ka është për Shkrujën, thon, ndërsa andej është Shkruja. Po ka Kruja ndej. Andej pra thon. Nga korpusi bie që është Shkruja. Këte nga Po Kruja në këtë krah. është fush Shkruja është këte. Po fushkruja pra sipër është Kruja. Jo. E kanë thënë politikanët në parlament këtë dhe unë besoj ata që këte është Tash Shkruja. nuk jam historian, e kupta. Gjeograf. As geograf, se di historitë ato, po besoj më duket më normale kënej. Neve të na duket shumë mirë ka të drejtojnë partia në pushtet. Tani. Diçka ndryshe këtë radhë, do provojmë diçka ndryshe? Hotel Mondial Mbrëma. Hotel Mondial Mbrëma? Po? Po, Mbrëma. Unë isha javën e kaluar së bashku me gruan, ne kemi ngelur shumë të kënaqur. Po? Po problemi ishte që se kur na thonë, pse për këtë vit nuk ishte, pse nuk lejohej këtë vit? Edhe një herë tjetër lutem zotri? Falni, pse nuk ju dëgjoj mirë unë. Ky është numër fiks apo jo? Po, po. Dini gjë pse nuk ju dëgjoj mirë unë ju? Zotri, mund të mahtoni emrin tuaj kështu të? Po, Jusufi, dëgjoj, sepse unë tash jam duke ardhur, prej pak më majtas lutem, sepse tani unë për 20 minuta jam aty. Po? Se da ka ardhur faksi nga agjencia dhe unë kam 23 japonest me vete, për 9 dhomat. Për 9 dhoma? Po, që më kanë thënë që do rrinë 6 dit. Alo? Po, kush e ka bërë rezervimin zotri? Shiko, alo, Hotel Mondiali? Po, zotri, po. Bravo. Unë kam 23 japonest me vete dhe i kam shumë problem, sepse asnjëri nga ata nuk flet as anglisht, as shqip, dhe unë nuk arrit kuptohem me ta. Ata po m'pin duhan në autobus dhe s'dia si t'i them që po s'pinin duhan. Po problemi është që unë viju, alo aty dhe iki, unë nuk kam punë tjetër, kupton? O zotri, ne nuk kemi dhoma të lira, nuk kemi rezervim Po, japonezër. më fal një sekondë, se më ka ardhur faksi nga agjencia. Kam 3 vjet që bashkëpunoj me ju unë, dhe unë kam 23, njëri nga këta është nga Kambodja. Alo? O zotri, po Hotel ne nuk Mondiali. kemi rezervim për korean Dgjoj, fare një për sekondë, sonte. se unë për 7 minuta jam aty tashti. O zotri, ne nuk kemi fare rezervim për Po korean. të lutem shumë, se mua agjencia, kam 3 vjet që punoj me ju lutem shumë Hotel Mondiali, se agjencia më ka, e ke parasysh ajo zonja agjencisë si më ka sjell faksin, ju a ka sjell edhe ju faksin. Nuk ka sjell asnjë faks Po mua. patjetër që ju a ka sjell faksin, se unë kam unë për 7 minuta jam aty, unë japonez s'kam ku i çoj, unë nuk do i O mbaj me zotri, ne vete. nuk kemi fare asnjë Të rezervim lutem për shumë, do t'i lë tek japonezët. dera, do t'i lë tek dera, do Nuk t'i kemi po t'i lë fare tek dera, sepse ne nuk kemi rezervim për Të lutem japonezët. shumë, për një sekond lutem, prej këtu ktheu djath tash këtu, ashtu. Dëgjoj, Zoj, Hotel Mondiali. Dëgjoj këtu. Keni përgjegjës aty ju? Po kemi përgjegjës. Me jep pak përgjegjës në telefon lutem. Nuk ndodhet për momentin. Nuk ndodhet për momentin. Çfarë bëjmë me japonez? Po ne nuk kemi rezervim. A keni përkthyes është puna, sepse unë, shiko, unë vet nuk di japonesht. Alo? Zotri, neve nuk kemi asnjë lloj Kam 3 vjet që bashkëpunoj me ju dhe kjo mënyrë sjelljet mu po me të vërtetë që nuk vjen fare mirë zonjë, Po ne nuk kemi rezervim, nuk kam dhoma të lira. Më falni se po unë po vi nga Ulqini, e ke parasysh? Po unë nuk kam dhoma të lira, Ti s'ke dhomat, janë prenotuar dhomat? Po nuk jam prenotuar për Jo, janë japonez. prenotuar. Shikojeni faksin mirë, shikojeni faksin dhe ka Po dhe nuk kam email. asnjë lloj faksi, Patjetër nuk se kam bërë agjencia, asnjë lloj rezervimi falni me se ka agjencinë. agjencia ka 3 vjet që punon me ju, kanë ardhur me hidroplan ata. Emria me agjencisë, ma thuaj pak emrin e agjencisë? Urdhro, e keni aty faksin, ka dërguar edhe emailin. Alo? Po ti që kam unë atë faksin mirë, se po më habiti fare. Alo, s'ka val këtu. Alo, Hotel Mondial. Po, ju dëgjoj. Alo, Hotel Mondiali. Po. Alo. Tashti, ashtu, tashti, bra, atje, tashti, këto janë 23 japoneze, ke parasysh tashti? Jo, nuk e kam parasysh, dhe janë plaka, gjithë janë pensionista, kanë ardhur. Nuk kam asnjë rezervim. Të lutem shumë sepse nuk dëgjoj mirë dhe unë se s'ka valë. Mirë, më thuaj pak emrin e agjencisë, të Po lutem. patjetër, Zoj. Atje, njëri nga këta është kambodjan, Zoj. Emrin e agjencisë, Alo, Hotel Mondiali. Po pra. Bravo, kush jeni ju? Më thuaj pak emrin e agjencisë, të lutem. Po, Zoj, një sekond lutem. Po. Një sekond jam të shefin tim, sepse ky shefi im komunikon me i ditë dhënat më mirë se unë shofer jam fundit. Çfarë do bëj unë shofer jam s'dia japonisht. Një sekond lutem Zoj.
Alo, mirë mbrëma. Alo, po? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si që dini ne po vim nga Ulqini. Po? Dhe kam këta 23 japonezët me vete. Po? Si që kemi rënë dakord për 9 dhomat për 6 ditë. Po me që keni rënë dakord zotri? Po, ju agjensia besoj se ju a ka sjell faksi? Jo, nuk na ka sjell asnjë faks. Si, po cili faksi në ka ardhur neve? Po neve më falni një sekond. Unë kam hyrë në Tiranë tash për 3 minuta jam aty. Mirë, më thuaj pak kemi në agjenci. Po patjetër. Shiko, këta kanë secili nga ato kanë nga 3 valixhe. O zotri, ne nuk kemi asnjë dhomë të lirë për dhe nuk kemi asnjë rezervim. Të lutem shumë, a mund të më sqarosh vetëm diçka? Këto 9 dhomat, a janë dopjo apo tek? Nuk kemi fare rezervime zotri. Si nuk keni rezervime? Kemi rezervime. Më falni, a jeni Hotel Mondiali ju? Po, Hotel Mondiali. A ndodheni në Unas Tiranës ju? Ne jemi tek 21 dhjetori. Tek 21 dhjetori që i bie jetë në Unas të vogël të Tiranës, sa pa kam gabim unë? Po. Unë do t'ju alë 23 japonezët së bashku me kambodxanin. O zotri, mos na ngatroni me Hotel Diplomatin? Jo, diplomatin? Po. Më falni një sekond. Jo, s'kemi diplomat këtu, kemi vetëm japonezë e kambodxan. Jo, Hotel Diplomatin, mos na ngatroni me Asnjëri nga këta nuk janë pensionista, nuk janë diplomat, zoj. Mos u ngatroni. Hotel Diplomatin, o zotri, më dëgjoni të lutem. Ju lutem shumë zoj sepse un kam bërë e disa kilometra janë që nga Ulqini deri këtu zoj, kanë ardhur me hidroplan ata. O zotri, dhe ato në qoftë se do ishte pak sa më i lartë niveli i ujit të ligjit artificial, do dalonin me hidroplan. Urdhro? Të them Hotel Diplomati, jo diplomat. Jo diplomati, unë kërkoj hotel. Ju jeni diplomati, më falni, unë kërkoj mondialin kërkoj unë. O zotri, mos na ngatroni me Hotel Diplomati, nuk kemi rezervime neve për ju. Më falni një sekond tashti. Ju keni aty të rezervuar 9 dhoma për 6 ditë që janë 23 japonezë dhe 1 kambodxhan. Kambodxhani kërkon patjetër dhomë teke. Nuk kemi zotri. Po të lutem shumë, ju nuk jeni diplomati, jeni mondialin se mos më ngatroni tashti, ju lutem. Se kam bërë gjithë këto kilometra rrugë, kujdes se po shtypate, idiot. O zotri. Urdhro. Nuk kemi asnjë lloj rezervimi nga asnjë lloj agjencie. Lutem, zoj. Nuk kam rezervim për asnjë lloj grupi korean. A keni ndonjë përgjegjës, ndonjë shef, ndonjë përgjegjës stacioni aty? Ne kemi përgjegjës, por në momentin nuk ndodhet këtu. Më nxjerr fatorinën. Alo? Po zotri. Hotel Mondiali? Po. Ju lutem shumë. Më falni, kush jeni ju, si e keni emrin? Po. Unë jam Ismet Drishti dhe ju ishit pjesë e lojës telefonike në emisionin Tapeti Kuq, që transmetohet sonë. Faleminderit. Natën e mirë. E bukur kjo. Natën e mirë dhe mirupafshim. Publicitet, 30 sekonda.